SPA ka arrestuar drejtues të Bankers Petroleum. Kjo nuk mbyll llogaritë me naftën, kontratat, favorizimet fiskale dhe skemat e dyshuara të shpenzimeve kërkojnë verifikim të plot. Hetimi duhet përfshi AKB-n, Alpetrol, doganat, tatimet, bashkitë në zonë dhe vendimarrjen politike që i ka lejuar. Arrestimet tek Bankers Petroleum hapin një derë që politika e ka mbajtur të mbyllur për 3 dekada. SPA vuri në pranga CEO-n e kompanisë, Hong Ping Qiao. Në dosje flitet për abuzim me pasurinë më të madhe natyrore të vendit. Kjo është pika e nisjes, jo fundi. Nëse hetimi ndalet tek një grup drejtuesish, shoqëria do të marrë një fars, jo drejtësi. Kontratat që qeverit kanë nënshkruar për patos Marinzën dhe vendburime të tjera përcaktojnë fitimin publik dhe privat. Këto kontrata kanë dhënë për vite me radhë avantazhe fiskale, zbutje detyrimesh dhe hapësirë për manovra me shpenzimet e raportuara. AKB-n dhe Alpetrol kanë pasur detyrë të monitorojnë zbatimin, prodhimin, shpenzimet dhe detyrimet. Doganat dhe tatimet kanë pasur detyrë të kontrollojnë sasinë, çmimin e eksportit, faturat dhe TVSH-n. Bashkitë e zonës kanë përfituar taksa lokale dhe donacione. Asnjë hallk nuk mund të qëndrojë jashtë hetimit. Skemat që duhet provohen me dokumente janë të qarta. A janë flyrë shpenzimet operative dhe investimet për tulur fitimin e tatueshëm? A janë përdorur nën kontraktor të lidhur për të nxjerrë para nga kompania? A është manipuluar deklarimi i sasive, çmimit dhe kostove të energjisë? A janë devijuar fondet për donacione, sponsorizime dhe pagesa të shërbimeve që maskojnë shërbime politike? Këto pyetje marrin përgjigje vetëm me ekspertizë financiare, teknike dhe juridike mbi çdo faturë, kontratë dhe deklarim doganor. Përgjegjësia politike nuk qëndron jashtë skemës. Vendimet për koncesione, rinegocime, falje taksash, ndryshime tarifash dhe përjashtime doganore i kanë firmosur ministra dhe qeveri nga viti 94 e në vazhdim. Emrat kanë ndryshuar, por logjika ka mbetur e njëjtë. Qeverit kanë mbajtur në fuqi kontrata që japin operatorit hapësirë të gjerë dhe shtetit pak mjete reale kontrolli. Nëse hetimi nuk shkon tek ky zinxhir nënshkrimesh, rrezikojmë një version të lehtë të së vërtetës. SPA duhet bëj 3 gjëra pa vonesë. Së pari, pezullim të pjesëshëm të aktivitetit që krijon dëm të vijueshëm dhe vendosje të administratorëve gjyqësor në pjesët kritike, nëse provohet rreziku i humbjes së provave dhe pasurisë. Së dyti, sekuestrim dokumentacionit të plot, bilancet, librat e nonkontraktorëve, marrëveshjet e furnizimeve, deklarime doganore, marrëveshjet bankare dhe raporte teknike të prodhimit pus më pus. Së treti, auditim të pavarur të kostove dhe të prodhimit me ekspert nafte, financiar dhe jurist kontratash që nuk kanë konflikt interesi me industrinë. Nëse organet provojnë se kontratat janë zbatuar në dëm të shtetit, atëherë qeveria duhet të rinegociojë termat ose të aplikojë mjetet e parashikuara, penalitete, prishje kontrate, kalim në administrim publik dhe ankant hapur ndërkombëtar me kushte të reja. Nëse dokumentet dëshmojnë se detyrimet fiskale nuk janë paguar, tatimet dhe dogana duhet llogarisin menjëherë principalin, interesat dhe gjobat dhe të vendosin masa sigurie mbi pasuritë. Ky hetim nuk mund të mbyllet tek Patos Marinza. I njëjti kontroll duhet kryhet tek Cakran Mollaj, Gorisht, Ballsh, Hekal, Delvin, tek vendburimet e Krumit e të Bakrit, si dhe tek zinxhiri i përpunimit dhe eksportit. Vetëm kështu marrim një fotografi reale të dëmshmërisë, vetëm kështu kthejmë të ardhurat publike në buxhet, vetëm kështu vendosim përgjegjësi penale dhe civile. Shqipëria nuk ka luksin e një drejtësie me fasad. Nëse arrestimet e para zhndërrohen në marrëveshje të buta dhe në rikthim të status quo-s, do të kemi humbur rastin e vetëm për të mbyllur një kapitull të gjatë abuzimesh. SPA duhet të çojë deri në fund zinxhirin e parave dhe zinxhirin e firmave. Vetëm kështu ky hetim bëhet drejtësi, jo skenar politik.